Nuk është lexuar si një lloj distancimi nga SBA-ca e takon financimit? Jo, nuk është një distancim, sepse SBA do të rrisë angazhimet e veta në NATO gjithashtu, por do t'i rrisin edhe vendet e tjera, sepse është gjithë kjo Europë dhe gjithë kjo ekonomi europiane, e cila nuk investon për mbrojtje, nuk investon ushtarakisht në teknologji ushtarake, në armatim dhe në atë frymën militare, dhe pastaj ankohet se Vladimir Putini vjen në kufi. Dhe deklarata e samitit të Hagës ishte fokusuar tek Ukraina, ndër të tjera. Pra, ankohen, presin që t'i mbrojë Amerika, thonë pse po vjen Putini këtu, kemi rrezik nga Putini, ndërkohë që vetë nuk janë armatosur. Dikush mund thotë në mënyrë konspirative që nuk i kanë lejuar Amerika që të armatosen sepse kemi prani amerikane ushtarake në Europë, por tani vjen Amerika në një moment tjetër ushtarak, ku ju kërkon edhe këtyre vendeve që të armatosen, të militarizohen, sepse në fakt nuk bëhet fjalë vetëm për Vladimir Putin, por bëhet fjalë për gjithë atë bllokun rival të shteteve që këta e kanë quajtur BRICS-i, i cili do të sfidojnë ndërkombëtarisht interesat e NATO-s dhe interesat e asaj që quhen unilateralizmi amerikan, ose hegemonia dhe globalizmi, dominimi perëndimor mbi botën. Ishte në këto pritshmëri ky samit, se sipas historikut ka qenë samiti më i shkurtër, edhe për shkak të zhvillimeve të fundit në arenën ndërkombëtare. Zgjati vetëm 48 orë, ndërkohë pulimet i mbahetin në arkun kohor të më pak orëve në krahasim me samitet e tjera që mbaheshin. Nuk mendoj se ka rëndësi kohëzgjatja, ka rëndësi vendimarrja. Nëse ka zgjatur 48 orë, mendoj se ju duhen vetëm 48 minuta për t'i marrë ato vendime për cilat besoj janë dakordsuar paraprakisht. Pra liderët e NATO-s nuk kanë shkuar aty. Mendon se ka qenë unison fakti që 5% e prodhimit të brendshëm bruto të një vendi duhet t'i kalojë sistemit të mbrojtjes? Përderisa e kanë pranuar, që do të thotë që ka qenë në unison, sepse ata nuk kanë shkuar aty për të marrë vendime aty. I kanë marrë vendimet në shtetet përkatëse, i kanë konsultuar në shtetet përkatëse dhe samiti i Hagës ka qenë vetëm pjesa publike që ne kemi parë. Pra shfaqja publike e një vullneti politik i cili është konsoliduar në secilin kryeqytet dhe në secilin shtet. Mund të quhet samit i rëndësishëm sepse ka marrë vendim të rëndësishëm, pavarësisht të kohëzgjatjes. Pra sot do të kemi një NATO tjetër, do të kemi një perëndim më të armatosur dhe një Europë më të armatosur. Nëse deri dje kemi parë këtë Europën pacifiste, Europën e organizatave jo qeveritare, Europën e financimit të çdo krijese të mundshme, prit tek qend deri tek flutrat, për t'i çuar parat aty në programe të caktuara të devirilizimit, po themi, dhe kundër virtytit ushtarak të vetë Europës, sot do të detyrohen të armatosen dhe jo vetëm të armatosen, por do të detyrohen të ushqejnë dhe një kulturë ushtarake brenda në Europë, kulturë e cila nuk është më